produkt i cili po përmendet gjithnjë e më tepër. Erdhi si një trend nga Koreja, por mendoj se është këtu për të qëndruar. Është i bazuar në shkencë, ka lidhje me salmonin, por jo atë lidhjen që mendoni ju. Quhet Rejuran dhe ka ndryshuar komplet mënyrën se si ne trajtojmë pacientët kur vjen puna te skin boosterat. Në këtë episod unë do ju marr me vete në Seul, aty ku kam vizituar fabrikën në të cilën prodhohet Rejurani, do të shikojmë mënyrën se si vjen salmoni përpunohet deri te produkti final. Kështu do të kuptoni dhe ju më tepër se çfarë ju injektohet në fytyrë. Më pas, do t'jemi këtu për të folur me një kirurge plastike dhe do të shpjegojmë çdo gjë në detaje në lidhje me Rejuranin, përse është kaq unik dhe përse është e rëndësishme që të injektojmë në lëkurë vetëm produkte të certifikuara. Çfarë gabimesh kanë bërë pacientët, çfarë pasojash kanë pasur në lëkurë kur kanë injektuar produkte të cilat nuk kanë qenë të certifikuara. Ju ftoj të ndiqni vlogun dhe rikthehemi sërish në studio. Preferuar korean. Peshku si wafer dhe ka brenda Nutella. Mund ta blesh me djathtë. E gjithë kjo rruga është street food korean. Ka gjëra nga më të ndryshmet. Tani do bëj gjën time të preferuar në Kore. Ha, peshku tim me Nutella. Ashtu më mirë. Se vesh këta nuk dilja? Guampo? Gangum? Gangan? Okej, do ikim të kapim salmonin. Kështu që na ndiqni sot se gjithë ditën kemi aventura me salmone. Do kënaqeni me vlogun e anës. Sa. Me të gjitha produktet e Rejuranit. Në fakt janë paketimet për Kore, se ne në Europë kemi paketime të tjera. Megjithatë kjo është Hillary 2 ml produkt. Është Rejuran Skarsi për shenjatarë, Rejuran Ice. Ky është besojmë të vishëm shpejt në Europë, sepse ka të parimin tënde. Ndërkohë që këto janë boosterat që përdoren në Amerikë për përdorim lokal. Nëse na vjen ndonjë në Shqipëri, do i përdorim me dermapentatë. Hello Katie. Në laboratorët e Rejuranit, studien paketimi i ri që shumë shpejt besoj në orderin e parë ose më shumë produkt të 2026. Super. Është edhe më komode për të përdorur kjo gjelpëra. Po isim me QR code dhe me biotic code që tregon origjinalitetin e produktit, produktuar disi këtë tregun e zi që tenton të Super. Përshëndetje, ne sapo erdhëm tek fabrika e Rejuranit, do të futemi brenda, por nuk na lejojnë që të mbajmë telefona. Që do shikojmë gjithë mënyrën dhe se si prodhohet pjesa e Rejuranit, nga meve dhe të gjitha ato. Por do përpiqem që të marr vetëm disa momente të vogla kur të jemi sërish në dalje, kështu që më $30 Se
do shikojmë momentin kur vjen salmoni dhe ky pas kanalizohet, sa paska që i vendosin panja farmarisë. Dhe më pas do shkojmë direkt tek mbledhja e salmonit dhe përpunimi i salmonit. Do ju marr me veten e aty. Kapëm salmonin, aty të hynë në iftalti në fakt, se uji është shumë i ftohtë, nga që salmoni rritet në ujëra shumë të ftohta, edhe këto vaskat janë me temperaturë shumë të ulët, po vesh ato rrobat edhe kur i vesh ato ndihet sikur ta mbledhin komplet trupin, ato rrobat anti-ujë dhe dolem andej, mora një çaj të ngrohtë, se ngriva. Këtu është, dhe nduket sikur ka diell, por po fry një herë, aq i ftohtë. Unë duke u ankuar kudo për të ftohtë. Është shumë keq sepse vjet kur isha në Kore, rastisi që ishte periudha e mbledhjes së këtyre vezëve, prodhimit, edhe komplet si merret nga testet dhe gjitha këto, kurse si vjet ata nuk ishin në këtë fazë të punimit, edhe ne vetëm papëm mundësinë që të shifnin vezët e salmonit që më pas fertilizohen dhe aty pritet që të rritet salmoni deri në 5 cm dhe më pas hidhet sërish në lum. Madje salmoni markohet, u vendoset diçka tek fytyra, në mënyrë që të dihet se ku shkon, çfarë rrugë ka përshkuar dhe të gjitha këto. Po më vjen keq që s'ndava dot me juve këtë të vlogu, se ishte shumë interesant dhe i bukur si proces. Do përpiqem nëse gjej ndonjë video nga vitet e i kaluar ta fus tek vlogu. Që nga pak e vështirë të filmosh. Ti edhe kameraman edhe Unë harqëna si të duk dita e sotme. Ne sa po përfunduam turin te farmarisët, ishim që në mëngjes te fabrika, te lumi. ndërkohë që farmarisë është ka 4 fabrika në dhe ishin zgjeruar shumë edhe të vjetë. ne pam vetëm 2. Tek njëra nuk u lejonte as video as fotografimi. Ndërkohë që tani sa mbaruam pjesën e si rreth salmoni, si përpunohet, si nxirret, sa regjuan nxirren nga një salmon. Po, nxirreshin nga një salmon 100 nuk duket. Mos ta aprish tash. Nuk dukesh jep. Do të postojnë ashtu. Do të postojnë ashtu vek. Po nga një salmon merreshin 100 shiringa rezhuran. Imagjino sa biliona shiringa shesin në botë ata. Edhe sa shumë. Edhe unë besoj se bëhen më shumë. Besoj se ishte ditë kujdin dhe nuk Se është shumë pak 100, dhe mendoj se bëhen shumë më shumë. 20 miligram. Ne mendojmë se ishte më shumë, megjithatë do pyesim nesër te simpoziumi. Nesër çfarë përgatitjona? Nesër jam shumë excited faktikisht sepse do jenë disa mjek nga bota që do kenë leksione të ndryshme me mënyrat e protokollit të regjuranit edhe me Dhe sillen shumë gjëra të reja te klinika Onja, protokolle të reja, kombinime të reja. Po, kombinimet me aparatura të tjera, sa shiringa mundohen në një seancë për shembull që është pak misconception ndoshta paki që mundohet një shiringë ose sa më shumë aq më mirë. Deri në 20 ml kemi kryetur ne që kanë injektuar këtu në Kore. Nëse do gjërojmë për sot, po do ta shohim. Nëse nuk gjërojmë, shihemi nesër në mëngjes.
duket sikur kjo salla tani është e gjitha për mua. Ose ta ka njëri për mëngjes. At 24 hours, you can see that Sarah repair and Julie did concept start. And then at Here is the information of edhe kam bërë kapuçin, po e kam bërë shumë bukur. Kjo është vetëm një pjesë e organizimit, pastaj do dalim në jashtë të tregoj çfarë bëhet jashtë. Ku jemi Anta? Jemi në Nami Island. Nuk janë vetëm. Janë shumë vetë atje. Ke njerëz? Keni parë në video. Si po shkon udhëtimi në Kore? Shumë mirë. Sot i lajmërova e thashë ditë fundit. Po. Në orën 7 do të themi në aeroport. Si ndihesh që do çosh në onja të rejat e fundit që more në PGS? Me zi po fund. Tregoj njerëzve se s'di ku kthehet kamera që si e vetëm. Doktoresh Casey, doktoresh Anila dhe gjithë pjesa tjetër e grupit që shpresoj të më pranojnë të më dalin në video në fund. Po të sikur ta hapte atë bishtin, sa bukur do ishte? Can you say it again in Albania? 1, 2, 3? 1, 2, 3. Yeah! 1, 2, 3, bravo! Si ju duke eksperienca? Super bukur, më pëlqeu edhe mua. Ne tani jemi në aeroport. Mendoj që ta mbyllim këtë vlogun e Kores. Kam filmuar aq shumë, por edhe kam shijuar këtë udhëtimin. Shpresoj që vlogu t'ju ketë pëlqyer dhe tani ndiqni bisedën me doktoresh Olivia mbi rezhuranin. Kam kënaqësinë që në këtë episod të kem të ftuar doktoresh Olivia Shabanin, mjeke kirurge plastike, trajnere për rezhuranin në Shqipëri dhe le t'i japim fund të gjitha pyetjeve dhe dilemave që keni në lidhje me rezhuranin. Mirë se erdhe Olivia, faleminderit shumë që pranove të ishe me ne sot. Përshëndetje doktoresh Anta, të falenderoj për ftesën. Jam shumë e lumtur që ndodhem sot në këtë podcast për të folur për një produkt të cilin unë e vlerësoj më së shumti siç është rezhurani, dhe gjithashtu jam shumë e lumtur që të bisedë ndaj me një kolege dhe mike shumë të dashur. Faleminderit. Olivia, unë dua ta nisi me një pyetje që besoj e kanë jo vetëm pacientët tanë, po të gjithë njerëzit dhe kush nuk ka dëgjuar asnjëherë për rezhuranin, besoj kanë dëgjuar për spermën e salmonit.
Kështu që ç'është gjithë kjo zhurmë mbi spermën e salmonit? Është një term i cili është bërë shumë viral, sidomos kohët e fundit. Është një term i cili tërheq vëmendjen e publikut sepse tingëllon çuditshëm, por nuk është termi i duhur. Nëse flasim për Redzuran, flasim për polinukleotide, të cilat janë fragmente të marra nga ADN-ja e salmonit e egër dhe burimi janë gonadet e salmonit. Është zgjedhur salmoni i egër për shkak të përputhshmërisë së ADN-s që ai ka me ADN-n ton humane, rreth 97%. Redzuran përdor si burim salmonin Okita, i cili është salmoni i egër me gamën më të madhe natyrore dhe gjithashtu kalon një proces të rëndësishëm purifikimi. Për purifikimin mendoj që të flasim pak më vonë. Unë dua thjesht të na shpjegosh pak sepse e di që në treg ka edhe polinukleotide që merren nga trofta, por dhe polinukleotide që merren nga salmoni. Do të thënë, sa e rëndësishme është që vërtet të merren nga salmoni i egër dhe ky Okita specifikisht. Atëherë Okita është një salmon i egër, siç e tham, pra është një specie e ujrave të ftohta, gjë që na siguron mungesën e viruseve zoonotike dhe gjithashtu mungesën e aplikimit të antibiotikëve, të cilat mund t'i gjejmë në një salmon të kultivuar. Kjo është shumë këto arsye, po, na nxisin reaksionet imunitare dhe kjo pastaj na sjell komplikacione. Çfarë bën kaq të sigurt Redzuranin? Na keni dëgjuar shpesh që krahas Redzuranit përmendim gjithmonë termin DOT. Është pikërisht DNA Optimizing Technology, teknologjia me të cilën prodhohet Redzurani dhe është e patentuar nga Pharma Research, kompania prodhuese e Redzuranit, ajo që i siguron efektivitetin dhe puritetin më të lartë këtij produkti. Siç e tham, kalon në një proces shumë të rrept purifikimi, ku hiqen të gjitha mbetjet proteinike apo impurifikimet që mund të përmbaj, duke na e bërë këtë produkt të sigurt për injektim dhe minimizuar komplikacionet që mund të ndodhin. Tani, çfarë bën ky Redzurani? Pse u bë kaq i famshëm? Çfarë bën? Si e rigjeneron lëkurën? Në terma shumë të thjeshtë që të na kuptojnë edhe njerëzit që na dëgjojnë, por çfarë bën mirëfilltazi? Ne injektojmë produktin, po pastaj? Atëherë, Redzurani është një biorigjenerues, që do të thotë ne rigjenerojmë lëkurën në nivel qelizor. Është njësoj sikur të japësh lëkurës një manual udhëzimesh dhe të rikujtosh se si të riparojë veten e saj, si të jetë e shëndetshme vetë. Ti përmende fjalën biorigjenerim, përmende edhe fjalën riparim. Nga ndryshon Redzurani nga skimbusterat të tjerë në treg, sepse qoftë unë, qoftë ti, përdorim për pacientët tanë edhe biorevitalizues të tjerë, me baza të tjera, jo me bazë polinukleotidesh. Nga ndryshon Redzurani dhe çfarë na ka shtyrë ne që Redzurani të na bëhet kaq i dashur edhe i besuar? Atëherë, sot tregu na ofron opsione të ndryshme skimbusterash, duke nisur nga skimbusterat me bazë të acidit hialuronik, nga cilët përfitojmë një hidratim të mirë të lëkurës, biostimuluesit dhe biorigjeneruesit, nëse do t'i kategorizonim në 3 grupe të mëdha, po themi. Polinukleotidet, që janë baza e Redzuranit, futen tek biorigjeneruesit. Biorigjeneruesit kanë një epërsi sepse nuk bëjnë vetëm hidratimin e lëkurës, nuk bëjnë vetëm stimulimin e fibroblasteve, por bëjnë riparimin qelizor. Pra i kujtojnë qelizës se si të jetë e shëndetshme. Sot po përdoren shumë 2 terma që ndonjëherë dhe keq kuptohen dhe përdoren në vend të njëri tjetrit, siç janë biostimulimi dhe biorigjenerimi. Ajo që unë dua të theksoj është që nuk janë e njëjta gjë. Një biorigjenerues ka efekt biostimuluesi, por një biostimulues mund të mos ketë efekt biorigjeneruesi, dhe kjo është epërsia e polinukleotideve. Dhe kur flasim për rigjenerim, flasim për qeliza që u parandalojnë plakjen, qeliza që i kthejmë mbrapsht në kohë, qelizat e cilat që riparojnë vetveten. Për shembull, flasim për shenja aknesh, pra lëkura fillon, riparon, rigjeneron vetveten nga brenda. Dhe këtë mund ta bëjmë nëpërmjet polinukleotideve dhe sidomos me Redzuranin. Kur e kuptojmë që Redzurani po funksionon, sepse vëre diçka me pacientët, ato vinë, bëjnë Redzuranin dhe thonë, nuk ndodhi asgjë me të parën. Çfarë të presun, doktoresha? Çfarë do ndodhi tani? Si të bëhet lëkura ime? Me thënë, kur e kuptojmë ne që vërtet Redzurani ka filluar efektin e vet dhe po funksionon te pacientët dhe sa e rëndësishme është që të zgjedhim pacientin e duhur kujt ja injektojmë Redzuranin.
Është shumë e rëndësishme që ne të sqarojmë pacientin, pra sigurisht mbi produktin, procedurën, por edhe çfarë do të vijë më pas. Ajo që unë e theksoj gjithmonë në konsultë me pacientin është durimi që ata do të kenë. Pra, me një biorigjenerues, në këtë rast polinukleotidet e rezuranit, nuk do të shohin një ndryshim nga sot nesër. Ndryshimi do të jetë i ngadalt, progresiv, por natyral. Efektet e para do t'i shohin që javën e parë me atë që quhet efekti epidermal, pra do të kemi një lëkurë më të shndritshme, më të hidratuar, më të lëmuar, do të duket më e freskët. Dhe rezultatet maksimale do t'i marrim 3 javë mbrapa, me atë që quhet efekti dermal, ku fillon nxitja e kolagjenit dhe elastinës dhe do të kemi një dermë më të trashë, një teksturë më uniforme, një unifikim të tonit të lëkurës, pra një lëkurë më cilësore. Ajo çfarë më pëlqen tjetër të Rezurani është që me një produkt ne mund të targetojmë disa problematikat e pacienti, duke filluar që nga rrafët e syve, që nga skuqjet në lëkurë, mund të përdoret shumë mirë në pacient që kanë alergji nga skin boosterat të tjerë dhe ajo që më ka pëlqyer më tepër dhe unë e kam përdorur pa frikë, janë dhe të pacientët që kanë një sëmundje autoimune, që nuk përdorim dot skin boostera me acid hyaluronik për shembull. Dhe doja që të flisnim dhe të ndaleshim pak te kjo pjesa. Qoftë të preknim faktin se përse Rezurani është shumë i sigurt dhe nuk shkakton asnjë përgjigje imunitare në sistemin ton dhe diferenca që krijohet nga Rezurani dhe një produkt tjetër me polinukleotide por totalisht i pa certifikuar për t'u injektuar, se sa i rrezikshëm është për shëndetin. Njerëzit nuk e kuptojnë edhe ndonjëherë më vjen shumë inat me këtë gjë, po prandaj jemi në podcast që të sqarojmë dhe të vëmë pikat mbi i, sepse thonë kam bërë dhe unë polinukleotide, e kam bërë dhe unë spermën e salmonit, nuk më ka bërë efekt, ndërkohë që as nuk dim fare çfarë është injektuar në lëkurë dhe njerëzit duhet ta dinë që Rezurani është i vetmi polinukleotid i certifikuar për injektim që gjendet në Shqipëri, që është i sigurt për injektim, që nuk shkakton asnjë sëmundje dhe duhet ta kuptojnë që të gjitha këto certifikimet që mban një produkt është vetëm për sigurinë e pacientit dhe nuk janë kot. Ndaj le të fokusohemi pak se çfarë problematikash mund të lindin nga një produkt i pa certifikuar. Siç e prek edhe ti, doktore Shanta, Rezurani targeton disa problematika dhe prandaj është kthyer dhe në produktin tim ndoshta të preferuar dhe që përdor më së shumti. Rezurani ka versatilitet, që do të thotë me një produkt ne targetojmë shumë problematika, siç ti përmendë ratat e zinj të syve, akne. Sot në treg ka një gamë të gjerë produktesh, polinukleotidesh dhe ajo që është e rëndësishme për ne është që të zgjedhim produktin e duhur, të certifikuar dhe të prodhuar në mënyrën e duhur për të na siguruar efikasitetin dhe sigurinë. Sot në treg kemi një gamë të gjerë produktesh me bazë polinukleotidesh, por fatkeqësisht kemi edhe produkte të imituara. Dhe ky është një problem në mjekësinë estetike. Një produkt i imituar është problematik sepse nuk kalon kontrollin e rrept të cilësisë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që neve kemi komplikacione nëse përdorim atë produkt, duke filluar nga i më i thjeshti, siç mund të jetë mosmarrja e rezultateve, pra një produkt jo efektiv, dhe deri te komplikacionet më të rënda, siç e ti përmendej që janë enjtje të zgjatura me ditë apo javë të tëra, inflamacion, prania e granulomave apo dhe infeksioni. Granulomat janë ato topsat e vogla, pra nxitet procesi inflamator dhe këtu do të ndalem sepse Rezurani është një nga produktet e vetme që nuk nxit procesin inflamator dhe ky është një përsi goxha e mirë e tij. Sqaruam atëherë disa pika të rëndësishme, kujt i përshtatet, çfarë bën Rezurani, pse është i rëndësishëm që të aplikojmë Rezuran dhe jo imitime dhe vetëm produkte të certifikuara. Është shumë e rëndësishme që ne të zgjedhim një produkt origjinal, siç është Rezurani, i cili kalon një proces të rrept të purifikimit, një produkt të certifikuar dhe të aplikuar nga profesionistë të trajnuar për këtë procedurë. Dhe këtu dua të përmend që United Med zhvillon trajnime çdo muaj për Rezuranin. Është shumë e rëndësishme kjo sepse trajnimet janë ato që ne na mbajnë gjatë gjithë kohës të updateuar në lidhje me procedurat.
jo vetëm për rexhuranin, po çfarë do lloj produkti tjetër që ne aplikojmë, një aparaturë që performojmë te pacientët, ka teknikat e veta të injektimit të punës dhe nëpërmjet këtyre teknikave ne marrim dhe rezultatet e duhura. Sepse për shembull nuk marrim të njëjtin rezultat nëse ne injektojmë rexhuranin thellë në lëkurë dhe nëse injektojmë në formë sipërfaqësore, ose nëse injektojmë një herë në 3 muaj dhe nëse injektojmë një herë në muaj. Pra, janë shumë të rëndësishme që dhe mjekët të cilët e aplikojnë rexhuranin t'i ndjekin dhe të përditësohen sa më shumë në lidhje me të gjitha teknikat e reja dhe të gjithë inovacionet mbi rexhuranin. Unë doja të pyesja dhe diçka tjetër, sepse ne folëm për lëkurat problematike që trajton rexhurani. Por a ja vlen rexhurani për një lëkurë të re 20 vjeç? Që nuk ka asnjë lloj problematike, ose edhe për një lëkurë më mature, do thuash ti ka problematik moshën, por që nuk kanë mund të ketë rrudha të lehta, që nuk ka dëmtime nga dielli, a ja vlen rexhurani në këta pacient? Sigurisht që po. Në përgjithësi ne rekomandojmë pra për pacient jo problematik të fillohet në mesin apo të 20-tat e vona. Pra 25-30 vjeç. Sigurisht që nëse vjen një paciente në të 20-tat e saj dhe ka problematika, absolutisht që përfiton shumë nga ky trajtim. Por gjithashtu dhe zonja më në moshë, pacientë të cilët kanë tashmë të instaluara shenjat e plakës, siç mund të jenë rrudhat e thella, një unitet jo i mirëfillt i tonit të lëkurës, rexhurani ndihmon në zbehjen e këtyre problematikave. Ajo që unë dua të theksoj është që e mira do të ishte sa më herët. Në mjeksi ne e dim që parandalimi është më i mirë se sa kurimi. Kështu që ndërsa procesi i plakjes vazhdon, ne tentojmë ta ngadalsojmë atë. Super. Çfarë duhet të presim pas procedurës së rexhuranit? A ka skuqja, mund të shkojmë direkt në punë, pyesim pacientët? Rexhurani kërkon një kohë rikuperimi, por jo më të gjatë se 72 orë, po themi në maksimumin e tij. Menjëherë pas trajtimit, pacienti do të shohë një lëkurë të skuqur, praninë e papulave, atyre topthave të vegjël, të cilat do të zgjasin nga 24 deri në 72 orë. Kjo në varësi të llojit të lëkurës, të sasisë që ne kemi aplikuar dhe të produktit që kemi zgjedhur. Edhe pyetja $1.000.000. A mjaftojnë 2 mililitra vetëm për fytyrën? Jo, nuk mjaftojnë. Sepse pacientët vinë dhe me 2 mililitra duan t'i bëjmë syt, të aplikojmë këtu te rrudhat e vetullave, të bëjmë ballin komplet, gjithë faqen. Ndonjëherë duan dhe qafën me 2 mililitra. Isha haruar si detaj. Po ndonjëherë duan edhe qafën. Por realisht nuk mjaftojnë. Cila do ishte një sasi mesatare produkti, le të themi, për t'u injektuar? Po flas vetëm për zonën e fytyrës. Nuk jam unë personi i dur për t'i bërë këtë pyetje, sepse qëllimi dhe përgjigjja ime është që sa më shumë aq më mirë. Po, edhe unë këtë i them gjithmonë pacientëve që rexhurani është ngushtësisht i lidhur me dozën. Dhe nëse ata duan një efekt më të mirë, mund të aplikojnë dhe një dozë më të lartë. Cila ka qenë doza më e lartë që ka kryer një pacient rexhuran? Flasim edhe për ata koreanët, kur kemi qenë edhe në Kore dhe na është thënë, kështu që dua ta përmendim këtë. Siç e the dhe ti, rexhurani është kohë dhe dozë dependent. Pra, sa më shumë sasi aplikuar dhe sa më shumë kohë kalon, rezultatet janë më të mira. Unë deri tani pacientin që ka aplikuar më shumë është 7 ml, një kombinimi të 3 produkteve. Dhe në Kore ekzistojnë trajtime që quhen trajtime VIP, ku aplikohen 20 deri në 30 mililitra në një seancë. Sigurisht koha e rikuperimit është pak më e madhe, por efektet janë fantastike. Unë vete aplikoj edhe rexhuranin të vetja dhe ende nuk kam kryer injeksione për rrudhat dhe aplikoj vetëm ose lazera ose rexhuranin se skin booster për ta pasur lëkurën pak më të tërhequr dhe për të zbehur linjat fine. Gjithashtu më pëlqen dhe shumë tek zona e syve, sepse ndihmon shumë e qarkullimin e gjakut dhe më zbeha të pamjen e lodhur të syve, po. Edhe kur bëhen pak rrathët jo fiks të zi, po kur është ai problematika që bën si vishnje, si bluerët, rexhurani është fantastik dhe për këto raste. Ti përmende që ka 3 produkte, linja, ka rexhuran healerin, që është ai 2 ml që përdoret kryesisht për zona më të mëdha, është Scarsi,
që është për shenjat e akneve, është dhe rezhurani i syve. Cili është i preferuari jot nga këta të tre? Se unë e kam një të preferuar në fakt. Të tre janë të preferuarit e mi. Të tre? Okej. Dhe jam e sigurt që na përputhet preferenca. Rezhuran Healer është i preferuari im ndër këta të tre. Unë kam Scarsin, kështu që ndajemi te kjo pjesë, duke qenë se pacientët më shumë i trajtoj, duke qenë se më shumë pacientët i trajtoj për shenjat e akneve, Scarsi më ka dhënë rezultate shumë të mira dhe afatgjate në kohë. Tjetër gjë që më pëlqen te rezhurani është që molekulën e ka të madhe edhe zë vend aty ku injektohet, duke krijuar një efekt të ngjashëm me fillerin, ndaj e preferoj shumë edhe te pjesa e shenjave po dhe te zona e radhëve të syve. Më pëlqen më shumë Scarsi sepse ka viskozitet më të lartë produkti. Ne të dyja e dim shumë mirë që terapitë e kombinuara janë ato që funksionojnë më mirë te pacientët. Me çfarë mund ta kombinojmë ne rezhuranin? Ky është një avantazh tjetër i këtij produkti, mund të kombinohet me procedura të tjera. Pra, mund ta konsiderojmë rezhuranin si një bazë ku ne mund të shtojmë një procedurë tjetër. Duke qenë se nuk ka një efekt konkurrues apo kundërshtues, shumë mirë mund ta kombinojmë me procedura të laserit, me microneedling, me radiofrekuencë apo me ultraformer. Mua më pëlqen shumë ta kombinoj sepse jo vetëm që potencojnë njëra tjetrën si efekte, por minimizon dhe kohën e rikuperimit tek pacienti, duke qenë se ka një efekt antiinflamator, i ndihmon shumë në rikuperim. Kështu që pacientët me të cilët vendosim të bëjmë një protokoll të kombinuar, shpesh u sugjeroj të bëjnë në një seancë. Super. Ndonjëherë pacientët edhe tremben që të bëjnë shumë gjëra në një seancë, por na besoni, terapitë e kombinuara funksionojnë më mirë. Po, dhe kur vim për seancën tjetër, thonë, e dishe e patar rekuperimin më të mirë. Më të shpejt, po, e drejt për shkak të efektit riparues dhe rigjenerues që ka vetë rezhurani. Dhe Anta do të them një nga komentet që mua më pëlqen më shumë nga pacientët, dhe aty e kuptoj që vërtet rezhurani ka funksionuar, është që kur vinë për seancën e radhës, thonë, të gjithë kanë vënë re që kam një lëkurë më të freskët, më të bukur, po më thonë, ç'a ke bër? Pra, është vënë re nga të gjithë një lëkurë më e mirë, më e shëndritshme, më e shëndetshme. Po nuk e kuptojnë se çfarë ka bër. Okej. Kjo është bukuria e rezhuranit. Dhe pyetja ime e fundit do ishte që çfarë do t'i thoje dikujt që nuk e ka provuar asnjëherë rezhuranin dhe është i hapur për të provuar një trajtim me injeksione për lëkurën. Sigurisht që ka pacientë të cilët shprehin frikë ndaj ageve, injeksioneve apo trajtimeve të reja, dhe është më se e mirëkuptueshme. Mundohem gjithmonë që t'i shpjegoj pacientit sa më shumë mbi produktin, procedurën që ne do të aplikojmë. Rezhuran vjen i paketuar me aget e veta, siç e ke parë, dhe janë shumë fine, pra dhimbja minimizohet, gjithashtu dhe me aplikimin e kremrave anestetik. Ajo që unë i them pacientëve gjithmonë është që ta konsiderojnë si një dhuratë që i bëjnë vetes. Pra, po i rikujtojnë lëkurës të jetë e shëndetshme vetë. Uroj që ta keni shijuar këtë episod. Faleminderit shumë doktoresh Olivia që ishe me mua sot edhe ndave një pjesë të njohurive të tua dhe eksperiencën tënde. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës ku do të flasim për njollat kafe. Deri atëherë, mirupafshim!